sa është rahat ai që për shembull është milioner ka shumë parë? Nuk ka rahat. Aty milionera i kisha thonë hajtë në Kosovë, bënë një jetë mirë, pasunin bërë që ka dhe largoni për shtrejsi. Unë shkoj 4 muaj në Gjermani që atje, 8 djemët, punoj ka pak edhe shetitna. Këto është me pas pore, këto është ma mirë. Tash që djalin infermier e kam, e ka kry fakultetin, u shku në Gjermani tash si turist u shku, se s'ka vend punës këtu. U mi gjetë vetën këtu me 300 euro. 2 janë shku janë me viza punë, për një vetë e kanë marrë vetën. A këtu punun për shembull 10 vjet 15 edhe kurrë. A jeton këtu, a jeton dika jashtë vllajën? Jo, këtu jeton. Këtu jeton. Tregom çysh është jetesa në Kosovë? Jetesa A e vlen, a ja vlen? për ai që ka pore, mirë është. Çka mirë? Sa është rahat ai që për shembull është milioner ka shumë parë? Nuk ka rahat, po është puna që s'ka ka jaman. S'ka ka jaman. Po. Ti apo mund Aty në milionera i kisha thonë hajtë në Kosovë, bënë një jetë mirë, keni bo pore, pasunin bërë që ka dhe largoni për shtrejsi. E ti me çka merresh vëlla? Unë shkoj 4 muaj në Gjermani që atje, 8 djemët, Punon atje? punoj ka pak edhe shetitna. Edhe shetitesh. Ta pas ka që zoti se fashë që pitina. Ja, po, tanat mirat e zotit, se bobën e kem pas në Gjermani, edhe para luftë e kem pas. Në Mercedes ka punu dhe ordo në luftë. Pas e ki babën dëshmor? Dëshmor, s'ma kanë bo dëshmor. Pse? Pse, po qëtash do letra me nëjë që do sene. Me rëndësia din zoti. Po. A më ardhë për mes Shqipërisë, edhe u shku për armate ma pet, edhe ka ble armen këtu. A ma mirë, në Gjermani kërë bëshkana këtu në Kosovë? Këto është me pas pore, këto është ma mirë. Po, perspektivë për këta të rritë nuk ka qaq këto. Nëse kështë pas shumë pare, Allah, ka të më që kështë bu në Kosovë? Kështë pas, ti shë konë milioner. Që kështë bu në Kosovë? Vesh me investu këto. Që kështë investu për shembull? Po, shumë investu për shembull në fabrika, në ekonomi, që tu këshumë investu. Si shto fabrika i kam shëllë. E që ata të rritë s'kanë vendet punës të, s'kanë sigurime, s'kanë për që to jenë largu. A ja Ta vlen? që djallin infermier e kam, e ka kry fakultetin, jo u shku në Gjermani, tash si turist u shku, se s'ka vend punës këtë. I duhet në intervencë e fort, diçka për në më dash me hi? S'kisha thonë ashtë, po se ka gjetë vetën këtu. Se ka gjithë vetën. Ku mi gjetë vetën këtu me 300 euro. Ta shu të mësu gjuhën e mu integru atje. Tregom, a i mërzit kur ta kanë marrë djemë të udhën e gërbetit? Një mërzit shumë, po ma mirë ata mi liruhe dhe të gjojnë rrugën e vetë, jetën e vetë për porët e kanë. Unë e ma i gëzushëm jam. Që i ki atje? Po që i kam atje. 2 janë shku, janë me viza pune, janë të punu. Edhe i kanë për një vetë e kanë morë vetën. Për një vetë? Po, për një. E kanë morë vetën, janë integru. A këtu punun për shembull 10 vjet 15 edhe kurrë. Kurgjo. Kallëzëm që kanë qitë në dritë pi që ndolë atje? A që më kanë qitë në dritë? Po. Veç i kom bashk, e janë të lumëtur, që kja mu më bëtë të lumëtur. Jena një familje që jemi shumë të lumëtur. Mashallah, i shfata zotë i keni më konë të njëtën. Qaja është, ne kom një familje që shumë të shëndosh, Që zotit. respektum, e që kja më bënë të lumëtur. A kanë arrit me bu pasunin atje që s'ka mujtë me bu këtu në Kosovë? Nuk është që kanë mujtë me bu pasunin. Se ata munën për shembull për 2-3 vjetë se punojnë. Halal i qoftë. Punojnë, po i kam të lumëtur nërmje vetit, tret, E qojnë mirë, a? e qojnë mirë nërmje veti, jemi familje shumë e mirë. Që zotit. Për që ta jemi gëzu shumë. Ta do shnetën. Respekt për të mirë shfalla. Të natë mirë të zotit, respekt. Në gurbet i boj një 50 vjet. Kom harru kur jem dojnë gurbet. Më dhimim se rini jam ka shkuar në për gurbet, vend që me shfrytzuar në vend tonin. Për Kosovën çdo sen e kisha dhënë. Që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu kishin mujt me arrit. Më të mira janë me marr 800 euro, 500 euro me marr vend tonin, se me lëshu vendin tonë. Që sa ku e në gurbet kallëzëm? Në gurbet i boj një 50 vjet. 50 vjetë gurbet. Shumë bre. A? Shumë. Shumë. Unë e kom harru. Qka kja rru? Kom harru kur jem dojnë gurbet.
Qa herë i? Qa ashtu është. Tregom, a dhimen këto 50 vjetë që e ki folë Gurbetit? Umdhimin se rinia më ka shkuar në për Gurbet, vend që me shfrytzuar në vend tonin, u duft me shfrytzuar në për tjera republika të Jugosllavisë, në për Sloveni, në për Vojvodi, në për vend që me shfrytzuar në vend tonin. Po situata edhe okupimi janë mikë gjithmonë i cili s'na kalon. Vend tonë me ju nkadruan punësim, na u duft me lëshu vendin tonë në shkit ma orë pej Serbia me punu në të rep që ka dion, na u duft me shku në për tjera të republika me punu. Me pa mujt me këthy kuhën mas, a ishe shku? Gurbet? Jo. Sa të me molli për këtë vend, për këtë tokë, alëzëm? Gjithë, qëra unë kam edhe shpi kam në fshatë se unë një fshatë i Strafc, po kam banesën edhe këtu, po për Kosovën gjdo sen e kisha dhonë. Gjdo sen, edhe kom kontribu edhe në kohën e luftës edhe sa kina mujtë, jo veç unë veç kejtë familja. Po. Tregom, a i pishmon që e dollë? Po të regoj, unë në Gurbet jem dollë 93-ën. Unë kom punu në Suboticë në fabrikë. Erdhë koha, u ka lufta në Bosnjë në Kroaci, edhe janë nisin po i mobilizojnë, edhe krejta boshjake, shqiptare, qka ishin që nuk ishin sërb, janë nisin me i mobilizu me qunë luft. Edhe na qunë një kazermë aty na i dhanë teshat, edhe thash a ban me shku, thash me i pa thëminune, ja 4-5 ditë tha ban. Edhe i kom marrë thëmin edhe kom hes për Gjermani. Edhe 93-ës që ashtu si jam në Gurbet, i kam 3 dje me 2 vajza shoqen, edhe krejt punojnë, kanë kryu studimet, janë mirë shumë. Po, por atë dhe jena gjithë, me ko kushtet, më u këthyve. Tregom, a ka porën Gurbet që të sa thojnë? Që tasha? Që tash? Jo. Ma herët Kjo, ka posë? ma heret ka posa u ka me morë, kanë mujtë me bo t'i shka. Si u këthyve në euro, nuk ka. Edhe që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu këshin mujtë me arritë. Se që tash një punëtor, pisho si murator këtu, po i merë ka ofer 1.000 euro, që i punon. E me ardha tje, nashta i merë 2.500 euro, po 700-800 euro kam i pagu banesën një vetjak. Edhe heja, pija, kush e pidahonin si jesin asë qëto.